Në drejtë ndiem shumë mirë dhe ndiem shumë i lumtur që u riktheva në kombëtare, sepse është një arritje e madhe për çdo futbollist të jetë pjesë e kombëtares, sidomos kur kemi një mundësi edhe më shumë për të futur në botëror. Do jap maksimumin tim edhe çunat më pritën mjaft mirë, edhe shpresoj të bëjmë mirë këto dy ndeshje. Atmosfera më duket shumë e mirë. Gjithë shoqërohemi me njëri tjetrin, ka harmoni grupi, edhe përgatitjet janë shumë intensive për Andorrën. Për momentin po mendojmë vetëm për Andorrën, pasi të kalojmë Andorrën do mendojmë për Anglinë. Po ja analizojmë shumë mirë, kemi parë ca videot se çfarë mund bëjnë ata për të na penalizuar ne, edhe shpresoj që ti dëshirë që ka trajneri ti plotësojmë në fushë edhe mos ta zhgënjejmë. Më e rëndësishme është ndeshja e parë me Andorrën, nuk do t'i nënvlerësojmë sepse ata dinë të penalizojnë sepse kanë lojën e tyre, është një lojë që nuk i pëlqen asnjë ekipi, të cilët mbrohen me çdo kush që mos besojnë gol, dhe shpresoj që ta arrijmë ta fitojmë ndeshjen e parë, pastaj për dytën do flasim më tej.